الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النواس بن سمعان رضي الله عنه كرفير سبقيت صلى الله عليه وسلم فقال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة. Allahu lartësuar ka dhënë një shembull, një rrugë të drejtë. Dhe në anët e rrugës janë dy mure, një në të djathtë dhe një në të majtë. Muret kanë porta të hapura. Dhe gjithashtu portat kanë perde të lëshuara. Pra këto portat janë të mbuluara me perde. فالصراط هو الإسلام وعلى رأس الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تعوجوا. Në krye të rrugës është një thirrës që u bën thirrje njerëzve. O njerëz, merrni këtë rrugë dhe mos devijoni. Këtë rrugë të drejtë dhe mos devijoni prej saj. Brenda në rrugë është një thirrës tjetër. Wa fawqa dhalika da'in yad'u kullama hamma an yaftaha shay'an min tilka al-abwab qala wayhaka la taftahu fa innaka in taftahu tarijhu. Brenda në rrugë është një thirrës tjetër, një nxitës brenda në rrugë. Dhe sa herë që robi tenton, sa herë që robi dëshiron t'i hap ato perdet, t'i heq perdet, i thot kujdes, i mirë ti, mos i hap, se po i hape bien haram. Pra do i kalon portat dhe bien haram. Pastaj ka shpjeguar shembullin. Rruga e drejtë është Islami. Është rruga e drejtë e Allahut të lartësuar. Portat e hapura janë maharimullah. Janë haramet. Ato portat e hapura janë haramet. Ndërsa ato perdet janë kufit që ka caktuar Allahu i lartësuar ndërmjet halalit dhe haramit. Sipas një shpjegimi, janë gjërat e dyshimta. Njeriu nuk du të arrijë deri në fund halalit sepse bien haram. Pra janë ca gjëra të ndërmjetme mes halalit dhe haramit që quhen të dyshimta. Duhet që robi të ruhet nga gjërat e dyshimta, se po nuk ruhet nga gjërat e dyshimta, bien haram. Pra është e pëlqyeshme të ruhemi nga gjërat e dyshimta, nuk ose është haram me i bë gjërat e dyshimta, po është mekruh. Sa herë që robi dëshiron që t'i hap perdet, domethënë sa herë që robi afrohet haramit, i thot i mjerit mos e hap, pra mos ju afro haramit, sepse po ju afro haramit bie në to. Thirrsi në krye të rrugës është libri i Allahut, ndërsa ai ftuesi brenda në rrugë është nxitja e melekut. Çdo njeri e ka një shoqërues që e nxit për mirë, pra një melek që e nxit për mirë. Libri i Allahut na bën thirrje që të marrim rrugën e Allahut. Dhe secili ka një melek që e nxit për mirë. Pra duhet i përmbahemi rrugës së drejtë të Allahut, siç përmendet në hadith. Të ruhemi nga haramet,
të mos i afrohemi harameve, të afrohemi atyre gjërave që i ka ndaluar Allahu, sepse po afro robi duke bërë gjëra të dyshimta, ai bie në haram, siç e ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër. Hadithi tregon se libri i Allahut na bën thirrje që ta marrim rrugën e drejtë të Allahut, marrim rrugën e Islamit, dhe të mos devijojmë nga kjo rrugë. Allahu thot në Kur'an: "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu." Kjo është rruga ime e drejtë, prandaj ndiqeni atë. "Wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabili." Dhe mos ndiqni rrugët që ju nxjerrin nga rruga e drejtë, sepse ato nxjerrin nga rruga e drejtë. "Dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Kjo është porosia, kjo është këshilla që ju jep Allahu i lartësuar në mënyrë që ju t'i ruheni dënimit të tij. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ka treguar se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam një herë ka bërë një vizë të drejtë në tokë, në rër. Pastaj ka bërë disa viza djathtas kësaj vize të drejtë dhe majtas, dhe e ka shpjeguar këtë që ka bërë. Ka thënë për atë vizën e drejtë, ka thënë kjo rruga e drejtë e Allahut. Për vizat që ka bërë djathtas dhe majtas, ka thënë këto rrugë në krye të secilës prej tyre është një shejtan që i fton njerëzit për në zjarrin e xhehenemit. E pastaj profeti ynë sallallahu alaihi wasallam ka kënduar fjalën e Allahut të lartësuar: "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu." Kjo është rruga ime e drejtë, prandaj ndiqeni atë. "Wa la tattabi'u as-subul." Dhe mos ndiqni rrugët e devijuara, sektet, bidatet, sa ato ju nxjerrin nga rruga e drejtë. Allahu shpëlbeh me të mira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad.